Një aksident ka ndodhur sot në rrugën kombëtare Lushnjë-Berat në dalje të fshatit Çiflik. Automjeti tip Ford ka humbur kontrollin dhe ka goditur shtyllën elektrike të tensionit të lartë duke përfunduar në kanalin vaditës përgjatë rrugës automobilistike, vend ku edhe më parë ka ndodhur aksidente. 2 personat që udhëtonin në mjet janë transportuar me urgjencë drejt spitalit të Lushnjës, ku po marrin ndihmë mjekësore dhe janë jashtë rrezikut për jetën. Uniformat blu të qarkullimit rrugor shkuan në vendngjarje për të zbardhur shkaqet e aksidentit, si dhe për ta dokumentuar atë. Gjithashtu në vendngjarje kanë mbërritur edhe punojësit e OSSH që kanë kryer ndërprerjen e energjisë elektrike për shkak të shtyllës së dëmtuar dhe kaputjes së kabllove të energjisë. Ky aks rrugor bëhet vazhdimisht burim aksidentesh pasi kalon nëpër zona të banuara dhe është vetëm me 2 korsi, ku përveç automjeteve të gjitha tonazheve kalojnë mjete bujqësore, biçikleta si dhe kafshët. Sipas të dhënave të para në vendngjarje, drejtuesi i mjetit ka thënë se ka shmangur një përplasje me një automjet tjetër që kishte kryer manovër të gabuar në parakalim dhe përfundoi duke i rënë shtyllës.